Përshëndetje. Ftesa ndaj Shqipërisë nuk është me emër. Natyrisht që nuk ka ftuar kurrë si burrin e lindës, shefin e lindave, por si kryeministri i Shqipërisë, ai mund të jetë në krye të delegacionit. Ka qenë dilemë të madhe të dërgonte Spiro Palën apo Bayram Bekën, presidentin. Deri dje nuk ka pasur ftesë as pje për Italisë. Pra dje mund të ketë marrë një premtim nga Kushner dhe nga Tony Blair për të dhënë përsëri oksigjen. Por ki kujdes. Ajo që ndodhi në Durrës mund të përsëritet në Washington. Mund të pyetësh njerëz të nanos se çfarë i kanë bërë shqiptar amerikanët. Dhe çunat e Kashiapit mund të ndalojnë përsëri 2 orë në aeroport, si diku në JFK. Nuk i ke mbyllur hesapet dhe problemet që ke me drejtsinë amerikane. Unë personalisht gëzohem nëse kryeministri i vendit tim vjen në Washington. Natyrisht nuk ka ftesë si grup themeltar i Bordit të Paqes sepse ti nuk e firmosur. Mund firmosësh, siç firmosi Netanyahu. Netanyahu firmosi me Rubion. Nuk besoj se ti do të shkosh deri në atë nivel. Mund firmosësh me një nivel më të ulët siç ndodhi me Spiro Palin. Bordi i Paqes deri tani konsiderohet si bordi i turpit, i dështuar. Megjithatë, surprizat presin. Fundi yt vendoset nga shqiptarët. Edhe Gaddafi u takua me Condoleezza Rice dhe shpreson të takonte Bushin e Madh. Se si përfundoi Gaddafi, e din gjithë. Më shumë në fokus.